Mungesa e vërejtuesve të plazhit po kthehet në një nga shqetësimet më të mëdha të pushuesve që kanë zgjedhur Bregdetin e Vlorës për të kaluar pushimet verore. Edhe pse qyteti pret mira vizitorë çdo ditë gjatë gjithë sezonit turistik dhe Bashkia e Vlorës ka përcaktuar një numër plazhesh publike përgjatë vijës bregdetare, në shumë prej tyre mungon një nga shërbimet më të rëndësishme për sigurinë në det, ai i vërejtuesve të plazhit. Blu Televizion ishte në një prej plazheve publike të qytetit ku pushuesit ngritën shqetësimin se mungesa e vërejtuesve i bën të ndihen më pak të sigurt, veçanërisht familjet me fëmijë dhe personat e moshës së tretë. Ata thonë se prania e një vërejtuesi nuk është thjesht një formalitet, por një domosdoshmëri që mund të shmangë ngjarje të rënda dhe të garantojë ndërhyrje të menjëhershme në rast rreziku. Në Vlorë, unë i kam dhënë rreth e rrotull gjithë Shqipërisë dhe më shumë nga gjithë më ka pëlqyer Vlorë. Arsyeja është kjo, me madhja, që unë jam qef shumë pas muzikës, dhe ndjek shumë muzikën dhe gjatë ditës rrimë në plazh, në mbrëmje rrimë në lokal. Mirë, çka ka mungesa, duhet ketë më shumë interesim, sidomos në këto privatet e këtu që ka për bashkia. Duhet mirë mbajtur, duhet pastruar, duhet sistemuar, po kjo nuk është as pak e drejtë, se ku do gjithë ka pikë vërejtimi që vërejtohet që mos ketë probleme me njerëzit në det, kur notojnë që është edhe kjo duhet, jetë është domosdoshme, që të ketë vërejtim, një pikë vërejtimi të jetë një person që të vërejtojë njerëzit kur notojnë, kur mund të kenë probleme. Ne jemi nga të vogël. Jemi kënaqur, atë gjithose edhe kësaj nenës. Kemi parë, kanë ardhur, kanë mbledhur mbeturinat, kanë rregulluar çadrat. Po, duhet të ketë në fakt, se ka fëmijë të vegjël që ikën larg. Duhet të ketë. Vërejtuesit janë shumë të rëndësishëm, po fatkeqësi shumë të s'kam parë. Ne jemi pensionista, valla. Po na dha në lek juve, vetë bëj unë hënë. Është shkalla e zhvillimit diet në Shqipëri se sa është. Kështu që se kemi arrit atë standard neve. Pavarësisht se politika, flasin siguri jemi në qiell neve, nuk janë me popullin. Shqetësimi bëhet edhe më i madh për shkak të kushteve të detit. Gjatë ditës së sotme deti ka qenë i trazuar dhe me dallgë të forta, duke e bërë më të vështirë hyrjen në ujë, sidomos për fëmijët, të moshuarit dhe personat që nuk dinë të notojnë mirë. Pikërisht në situata të tilla, prania e vërejtuesve të plazhit konsiderohet jetike, pasi ata monitorojnë vazhdimisht pushuesit dhe ndërhyrën në kohë në rast emergjence. Pushuesit shprehen se po kalojnë pushime të këndshme në Vlorë dhe vlerësojnë pastërtinë e ujit, bukurinë natyrore dhe mikpritjen. Megjithatë, ata kërkojnë që institucionet përgjegjëse të marrin masa për të garantuar praninë e vërejtuesve në çdo plazh publik, duke e cilësuar këtë një standard që duhet të jetë i pranishëm në çdo destinacion turistik. Jam shumë i kënaqur që këtë verë jam në Bregdetin e Vlorës dhe pushimet po i kaloj këtu. Është shumë bukur Riviera shqiptare dhe në plazh ka një fluks të lartë vizitorësh. Por kur deti është i trazuar, patjetër që prania e vërejtuesve të plazhit është një element i domosdoshëm, sepse vetëm kështu garantohet siguria për të gjithë ne pushuesit, vendas apo të huaj. Edhe turistët e huaj, të cilët këtë verë janë të shumtë në Bregdetin e Vlorës, shprehen të kënaqur me qytetin dhe pushimet e tyre. Ata vlerësojnë bukuritë e Rivierës shqiptare, por theksojnë se në plazhet me fluks të lartë vizitorësh dhe sidomos në ditët kur deti është i trazuar, prania e vërejtuesve të plazhit është një element i domosdoshëm për të garantuar sigurinë e të gjithë pushuesve. Nga vëzhgimi përgjatë vijës bregdetare rezulton se mungesa e vërejtuesve nuk është një problem i izoluar, por haset në disa plazhe publike të qytetit. Në kulmin e sezonit turistik, kur numri pushuesve rritet ndjeshëm dhe kushtet e detit mund të ndryshojnë nga momenti në moment. Garantimi i këtij shërbimi mbetet një nga masat më të rëndësishme për parandalimin e incidenteve dhe për rritjen e sigurisë në plazhet e Vlorës.